Fermerët në të gjithë Greqin po vazhdojnë protestat me bllokimin e autostradave në të gjitha rajonet e vendit fqinj, duke shtuar numrin e protestuesve dhe traktorëve në rrugë. Paralizë plot në Greqinë qendrore, zonë goditur nga përmbytjet ku autostrada kombëtare Athinë-Selanik dhe autostrada E65 mbeten të pakalueshme për trafikun e rregullt, duke shkaktuar ndërprerje masive. Si pasojë protestave dhe aksi që lidh vendin ton me Greqinë, Kakavi-Janin do të jetë i mbyllur për disa orë. Përveç bllokimit të qarkullimit, protestuesit janë përplasur me policinë e cila ka përdorur gaz lotësjellës për të shpërndar turmat. Tubimi nisi fillimisht në akset qendrore të vendit në fillim të kësaj jave, ndërsa rrugë shtesë po mbyllen çdo ditë më shumë, kur përveç qarkullimit, fermerët synojnë të ndikojnë edhe transportin e mallrave. Protestuesit kanë paralajmëruar se do të vazhdojnë presionin deri ditën e diel përpara se të marrin një vendim për javën e ardhshme. Ata kërkojnë subvencione dhe pagesa kompensimi të vonuara, kosto më të ulta prodhimi dhe mbështetje më të madhe për sektorët e bujqësisë dhe blegtorisë.